Shumë persona e njohin, por pak prej tyre e dinë emrin e tij të vërtet. Të gjithë i thonë Msiti popullor, por në të vërtetë emri i tij është Enver Dajaku. Jo rastësisht Dajaku e kishte fituar këtë novk, pasi që deri më sot ai ka bashkuar mbi 350 çifte. Për dikë mund të jetë e lodhshme edhe vetëm nëse numëron deri në 350, por për Msitin popullor, kjo është një punë që e bën me dëshirën e tij më të madhe, e që nuk po e ndal as me rastin e pensionimit. Unë e quhem Enver Dajaku, komuna Skënderaj. Tash përkohësisht jam marrë në fushë Kosovë, jam tu jetu që një 7 muaj. Kështu që për gjithë ata shikues, dëgjues që nuk kanë pas rastin të më njohin, unë jam Enver Msiti popullor. Msiti popullor, Po. sot edhe dashur mundoj për qëllimi i intervistës. Prej nga me emri Msiti popullor. E po, emni ka mbet prej një fjallet nusës që pa ta quhen 2010 në Istok, ose Borim që pi thëjmë tash, fshatin Vret. Ato isha një fjallë nusje, që edhe aty në juraj fat njët që në fejuje, në martue, kanë të mije. Ato po mbyt një plak, e po më vetë thët, si e ki emni. Tha Enver, po mbi emnin Dajaku. E valla tha pe soti doj me ta ndru. Tha shajde aliko, qysh, tha Msiti popullor. Ai ka qenë rast i parë, dhe më thonë që ke mësitnua? Jo, ka qenë dikun 50 raste. 50 raste? Për para që kanë qenë, po aty e kum përfitu këtë emnin pseudonimin Msiti popullor për që ati personi që nuk është njët, po i sholla ka që zotin që ne që me bo. Vetën tash e cilëson si msit familjar. Term ky jo fort i dëgjuar, por shpjegimin që jep ai lën të kuptohet se çiftet që i ka bashkuar dhe kanë fëmijë, të njëjtën punë e bën edhe me ta. Që me kom fillu qysh ma heret. I kon vitet 80 e nishe, para 20, para 40 vjetë, 50 vjetë. Kom fillu si vëndetari i kësaj pune. Gjithmonë kom pas qef me i pa, kur i kom pa dy, si për shembull kjo djali dhe kjo vajza, për bëj shembull, që janë të mirë, të jeshëm, pse mos me bashku ndër me vetë. Kështu që është pyetja se, kur janë qifta, na thëmi si plomat, kur janë qifta ndër me vetë, atëherë edhe jeta shkon e mirë dhe fëmija lindin shnoshet mirë. Po ti vetë e martu me mësitni, a e ke gjetë vetë? Pak e kom gjetë vete, pak ma ka një mu veç kryesorja, edhe unë në bazë, ma shumë në bazë fjallëve të mija që e kom përcaktu vetë. Po tani mu ka du fëmija që dikonin, se pa ja që dikonin si mësit, nuk jo në kryja të herë punë. E dhe i tash sa qifte i ke bashku prafërsisht? Dhe i tash dikon prafërsisht 350 raste. 350 raste, edhe që është bërë mund dje kjo ty? E ndi vetën shumë të lumëtur, se është një knajsi shpirtnore kur i bashkan dy vetë. është një ndjenje shumë e mirë, sidomos kur ndëgjoj që nusja është atë zonë. Atëherë një vetën më të lumtur dhe më të mirë, kur më lajmërojnë, që është shtatë zonë, është kriju një familje. Dhe më thonë, tash për tash jam në cilësinë e mësitit familjar. Familjar. Që shtallojmë këto mësite? Mësiti familjar është si kuna mjeku familjar. Nëse e kom nxjerr një vajzë para 50 vjetë, për një person, tash ju kanë lindë fëmija, vajza dhe djemë, po ka pas rastin që ka qenë vajzë. Edhe pse ka kry vajza fakultetin, unë njoh me djallit i ka thonë, ne ke mësitin familjar. Dhe me thonë, kur orë puna për me qatë fjallë nuset, që asoj vajzë, aja e ka më ka lypë mu. Edhe jënë taku, jënë njeftu, po ka pas qef, dëshirë, dhe me thonë, me shkuën në cilësinë e mësitit prapë. Se cilat janë të dhënat e vetme që i duhen për të bashkuar një qift, nuk janë të shumta, por më e rëndësishmja është lidhja e gjakut. Shiko, tash janë mjetet informative, janë mjetet rrjetet sociale.
është 90% ma lehtë se përpara. Përpara 50 vjetë nuk ka pas internet. Po konë besa, fjala e personit, ko shumë e madhe. Nëse të ka thonë që i gjoma një qikë për djallë, tani vetëm më duhet me ditë moshën e djallit e të vajzës, edhe më përsaktu në familje. Me thonë, jo në personi për në familje. Jo në familje u duhet më përsaktu. Qëfar familje o? Mos me konë të njëjtit gjak, me thonë po, gjithmonë u desh me pyet, mos po dalin njafshëm. Me thonë, lënda, pyetja e parë është, ka i ka dajt, bajsa. Mos me rat njëjtit daj, njëjtit fshat. Shama se nuk ban. Nuk është e lejushme, kur ka x raste tjera. Mirë ka shku, për pare thash që besa o konë me madhe, fjala e burrit nuk kalu. Nëse ta ka bo për hajë në aksham, i shku e ke marrë fjallën, dhe më thonë, në aksham myshtën ta jep, e në mend gjesë shkon e merë fjallën. Po, fjallë, po, jo. Tash, që ku e re, mua absolut nuk është të mpëlqy. Enveri i punën si mësit e kishte filluar që prej vitit 1981, e nuk për ndalë asot në 2025, edhe pse në këtë kohë me avancime të mëdha, Dajaku thot se as pak nuk është zbehur kërkesa për, si që thot ai, mësitni. Po ashtu, tregon çiftin më të vjetër që ka bashkuar, një burr 72 vjeçar me një 60 vjeçare. Edhe sot ka kërkesa, tash bile me thonë drejtën që kam kërkesa ma shumë se përpara, se kërkesat janë, do me thonë, gjithë krejtë Kosovës. Sa atëherë kur kom punu në cilësinë e mësitit, po vetëm në komunë Skënderaj. E tash jam i afirmum, do me thonë, edhe në Shqipëri dhe Kosovë, i krejtë popullit shqiptar. Me thonë, është Facebooki, është WhatsAppi, është interneti, që njeh me njerës. Tash numri jam është në numër publik, gati 90% ma shumë njojnë të cilësinë e mësitit popullor se në Dajaku. Aja është knajtësi. Pra, do me thonë për kretë ata që kanë pikpyetje dhe sot ka... Po, ka raste, ka kërkesa edhe prej djemve që punojnë diaspor, po ka edhe të Kosovës. Më thonë mosha ndryshme pej 25 vjetë e përpjet, dhe në 60 vjetë, gjithmonë ka kërkesa. Gjej 60 vjetë, u konë qifti ma i vjetër që ke bashku? Ka qenë një person, në konë 72 vjeqarë. 72 vjeqarë? E bashkëshortën qëfar e ja gjithë? 60. 60, ha? Po, 60 vjeqarë. Mirë, po, sa kanë kalu një kohë tjetë. Sa kanë pasë? Sa ka pasë ymer, dhe kështu që o konë pasë raste që janë martu, është martese dytë. Po? Në më thonë, se martese parë, është pej 22 vjeqare vajza, dhe 25, 27, 30, që atë silët. Tani është martesa e dytë, pej 40-ve, 40 vjeqare vajza, 45 dhe 50 djali. Tani është martesa e tretë, që tyne që ju desin gratë, se dalë, që janë 60 vjeqare, 65, 70. Mirë po, mungesa është e shtesës femnore. Mungojnë rastet, pritojnë më lejmëru. A nuk është more më lejmëru. Tradita e dikurshme e thoshte që ai që ta gjen fatin e jetës i duhet dhe një shpërblim. E me këtë punë, Enver Dajaku, i cili mirë që 44 vite, tregon se sa dhe çfarë shpërblime merr. Tash po them drejtën, kam kërkesa edhe prej djemve që janë hendikas. Do të thonë Ka raste që janë, edhe ata pse i mungon. A ke bashku ndonjë çift kështu që kanë qenë me aftësi për shemb? Po, kom bashku, i mirë, kanë një jetë lumtur. Po janë raste të rralla. Kështu që kisha bën apel që nëse ka dikush që është interesuar si për qik, si për djalë, me lajmëru
Normal që po, lonë bakshishe njerëzit. A jo bakshisha ati, për shembull, Ja, bakshish është një dhuratë, cilën ai e ka me dëshirë me ta dhonë, ato e jep me vullnet vete. Atë ka pru kështë fitime kjo mësiti Po, në shqyqa. Unë nga që po thamë edhe një. Një ko, gati pa gati, vetja pa ta kushtu një kongë. Qumë në Verdajako, fshati Rakenic. Punova në Mollin 24 vjetë. Tash jam në penzion, do me thonë penzioner pa penzi. Tash po merrem me mësitni edhe ato ma shumë verësi. Ka raste që edhe ti premton e s'ti jep. Kështu që është një punë që unë nuk e kam dërmen me nalë, dhe sa t'jam gjallë. Nuk e kam dërmen me nalë, se gjithmonë shpresoj, nashta i sholla del dikush, edhe i familjes, për edhe i rrethit tem shoqëror që e merr këtë punë si trashëgim që me punu, se është për të mirën e kombit. Ajo i kanë gjetë vetë a ke mësit nuti? Në kohën e ma hershme, i kom mësit në unë. Do me thonë në ratu, kanë fëmijë, kanë tënë i kanë. Tash kjo kohë e re, po fillojnë për gjojnë vetë. Mirë po më lejmërojnë. Prapë më lejmërojnë, më nërojnë si në cilësinë e mësitin. Në kohën kur mediat sociale dhe zhvillimet teknologjike kanë lënë shumë njerëz pa punë në shumë sfera të ndryshme, duke i zëvendësuar ata, duket se Enver Dajakut nuk ja ka prishur fare rehatin, sepse edhe sot ai vazhdon të mbetet mësiti popullor.